Milani fiton me përmbysje kundër Genoës nga 1-0 në 2-1. Goli Rafa Leaos dhe një autogol i cili japin 3 pikë shumë të vlefshme Milanit. Një Milan i cili nuk bind me lojën e saj, po merr 3 pikë dhe ato pak shpresa 5%, maksimumi 10% për një kualifikim në Champions mbeten akoma gjatë. Me 3 ndeshje të mbetura, Milani gjendet në vendin e 9 me 57 pikë, me një diferencë për 6 pikësh nga Juventusi i vendi 4, i cili aktualisht ndodhet me 63 pikë. Gjithsesi, Sergio Conceição nuk e di ç'a lloj trajneri je. Nuk e di ç'a lloj trajneri ku ke një Alex Jimenez i cili është i lodhur. Nuk po jep në fushë. Ke një Fikayo Tomori që nuk po t'jep më. Kishe shumë gabime nga Fikayo Tomori dhe Alexi Jimenez i cili po humbiste shumë topa. Nuk e kuptoj si trajner, si ti, si Pioli, si Fonseca, shkoni boni po të njëjtit zëvendësime, boni një copy-paste të zëvendësive, gjithmonë mbas minutës të 70. Okej, ishte e detyrueshme zëvendësimi Fofanas me Leao, por nuk e kuptoj si mund të bosh në minutën e 70 dy zëvendësimet e para. Dy zëvendësimet e para duhet ishin që në minutën e 60, kur duhet ishte Alex Jimenez, duhet fushte të paktën Chukwueze për mendimin tim, dhe duhet ishte Fikayo Tomorin për Walkerin që minutën e 50. Komentoni mendimin tuaj dhe sa më shumë follow.